Bëri që këta të dy, me që i pa që ndoshta kështu, i futin në siklet, po të dy. Po jo me njëri tjetrin, se pak në kishte fut me njëri tjetrin, e kupton? Që të flinte njëri. Flinte njëri, po. Edhe tjetri ta vënë rat pak. Po, këta mund të bëjnë. Po këtu në sallon flihet keq? Po, normal se s'është Si? Në sallon flihet keq? Po ku kanë fitur në salon? Natën, thot, natën. Jo, ku kemi fitur? Po pse s'keni fjetur? Jo, unë di këtu fita 5 minuta. Po cila është arsye që nuk e fjetur në sallon? Po nuk flem dot më. Di erdhi Miri, ne po bënim këtë? Po them nuk flihet atë po them. Nuk e lejon, duhet natën të flet aty. Natën duhet. Jo, ik në dhomë. Ik në dhomë. Pse nuk brenda në dhomë mund të flesh në fakt. Unë se më erdhi shumë keq me thon drejta dhe ta them me shpirt. Ne ishim të dhoma, ishim shtri për gjumë. Mi po këtat liri me Senon, ishin të podcasti që të atje të cepi. Mi po aty ka një vënd, është një vënd i tillë që aty kumbon shumë gjëja. Edhe, sidomos pamë që është qetësi, edhe krijon një kështu amplifikim të zërit. Edhe këta po flisim me njëri tjetrin, se normale do flasësh, siç flasim dhe ne, po flisnim çik edhe me çik kështu. Po bënin podcast edhe po qeshnin, edhe po bënin çik me çik ton të lartë, edhe po qeshnin, edhe po i skenonin situata se podcast tash, po dëgjonte shumë, me thënë drejtë edhe, me thënë të drejtë po u shqetësoja pak. Se çik jena të lodh, çik s'po dim, çik me siklet aty se. Po ne ikim direkt. Jam tu flet me çup me botës, a vëlla, e kupton? Kisha dhe këto dole dhe i thash për zotin ja kam thënë pa të keq, i thash ty lutem